Doki, i pyetje tjetër, përveç punëve që bëni, janë, përveç këforit dhe ambasadave, janë edhe politikanë shqiptarë që janë pacientë. Duke filluar nga ish presidenti, Zoti Thaçi, Po, Zoti Thaçi patar për herë të parë në 2008, kur pas zgjedh kryeministri. Si erdhi ideja apo si u lidhe me? Se di për zotin e di që kanë thirrë, kanë caktuar dhe sigurisht referenca pacientat. Referenca. Erdhi kështu spontan, pa termin apo si? Jo, me termin. Me termin. Okej. A ndjen presion kur ki pacientë kaq të rëndësishëm? Përpara, fillimisht, më thonë jemi të fol prej vitit 2004-2005, fillimet e mia, se unë ja kam filluar në 2002-ën. Po, kam dirë. Mirë po tash jam mësu. Kam një farë ndjesie të mirë dhe ndina mirë që i privilegjum kur më vi. Po jo me ndi në sikletë. 2002-ën ki fillu, 2006-ën ki pas kontratët e parë me organizatat ndërkombëtare. Po, dikon 2007-2008. Po, përveç politikanëve ki edhe VIP për atë estradës, ja për shembull aty Recep Agiçi, Ardi Xhebreja, bashortja e Recep Agiçit nduket. Po, Aida edhe Armendi, edhe tjerë për shembull pas këtyre ki edhe në qoftë se regjia na i sjell, por regjinë e kam ambasadori ambasadori Amerikës. Kemi përsëri Jaku është Ylli Limani, një artist i mrekullueshëm. Jaku kemi Lumi B, kështu që VIP-t krejt të vinë edhe tek vinë shumë, në zakonisht po ja dhe vetë dati. Zakonisht nuk bëj shumë foto, po ja dhe këngëtari Ram Lahaj. Pra, do më thonë, VIP-t janë. Tashi, boni pyetjen shumë mirë Maraçi, dok, po kur vjen një njeri që është me një imazh apo me një si i thojnë, që është i një orë, është publik, a është pak përgjësia apo kujdesi më i veçantë, apo është një lloj si tjerë. Se për shembull kur vjen një njeri me peshë, ke frikë mos ja bokesh sepse ai mundet pastaj me ndiku në publik gjërë, gjitha janë të rrallë. Jo, Altin. Kujdesi është këtë i njëjtë. Ne kemi një protokoll dhe ai protokoll zhvillohet natyrisht me vitet tona, ku për secilin është njëjtë dhe jemi shumë të sigurt punën tonë, kështu që nuk kemi asnjë probleme. Kemi doktorat për shembull që është i ndan për mbushje të kanala, kemi doktorat për protetikë, kemi për kirurgji, kemi për pastrim, kemi për ato, dhe në gjitha profilet i kemi. Secili në sektorin e vet. Po. Edhe ju keni të paktën 50 punëtorë në Advanced Dental. Offer 50. Offer 50 punëtorë. Po ashtu ju keni edhe laborin tuaj, apo jo? Po, edhe laboratorin. Laboratorin. Pra, të gjitha prodhimet ju i bëni vetë. Vetë i bëjmë, po. Laboratorin e kemi hapur për herë të parë, domethënë çatëherë kur kemi marrë pajisjet në fillim vitit 2013. Në vitit 2013 laboratorin teknik e kemi tonë. A furnizon apo je ekskluziv vetëm për ADC-n apo jo i edhe për të tjerët? Jo, vetëm për ADC-n. Pra, s'kemi kapacitet më shumë. S'keni kapacitet më shumë. Amo ADC-n mbuloni shumë mirë. Cilat janë synimet e ADC-s në të ardhmen, dok?